Gjebrea ka uruar për ditëlindje përmes Instagramit miken e tij, zonjën Monika Kryemadhi. Ai postoi këtë foto në të cilën të dy ata duken të qeshur dhe me një buqet të madhe me lule. Po përfitojmë edhe ne nga rasti për të uruar zonjën në fjalë, edhe 100. Lori Hoxha me sa duket ka lënë pas pasionin e saj për makinat për të bërë publik pasionin e radhës për motorrat. Siç edhe mund të shihni në foto, mund të themi se nuk bie në sy vetëm format e rrumbullakta të bukuroshes, por edhe një super bish pas saj. Lori, blinja 2, mos u kurse, që nga fiks për ty. Kjo foto është vërtet super. Duhet thënë se fotografi ka bërë një punë shumë të mirë. Eluana ka dalë fantastike. Jo prit. Kush është kjo? Ups, që nga Marina. Apo jo? Çfarë rëndësie ka kjo në fundit? Brenda familjes mbetemi. Sa po kemi marrë vesh përmes kësaj fotoje se këngëtarja Jonida Maliqi gjendet në studio duke punuar për një këngë bashkëpunim me Flori Mumajezin. Me siguri kënga do të jetë e programuar për këtë verë. Bëhuni gati të shpërtheni, pasi nga këta të dy emra pritet gjithnjë sukses i garantuar.